Sulmi terrorist që tronditi Ankaran mbrëmjen e të dielës ku mbetën të vrarë 37 persona dhe u lënduan afro 100 të tjerë, është organizuar nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, që qeveria në Turqi e njeh si organizatë terroriste. Autoritetet në vend kanë identifikuar një prej autorëve të këtij sulmi, një femër 24 vjeçare, e lindur në qytetin Kars të Turqisë, e cila sikurse citon Reuters ishte bashkuar grupit militant në vitin 2013. Autori tjetër i sulmit terrorist me makinë bomb nuk është identifikuar ende. 2 militantët mbeten të vrarë gjatë shpërthimit. Presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan gjatë një reagimi të tij tha se Turqia nuk do dorëzohet pa gjunjëzuar terroristët që marrin jetë të pafajshëm njerëzish. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Ankaras zyrtare, pak orë pas sulmit, 11 avion luftarak turq kanë bombarduar 18 baza dhe depo armatime të Partisë Kurde në Irak. Ndërkohë, ministri i Brendshëm tha se konkluzionet e hetimeve zbardhen mbrëmjen e të hënës, u pritet të publikohen dhe emrat e terroristëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre.